Janë hapa çoban. Me çobanë dhe. Hiç përdojnë të najtë, ishën të pojfin. Unë serial. Hajde po. Serial, që është serialit? Prison Break. Prison Break-un. 2000. Inspiru nga myllja Big Brotherit, si me dalë prej burgut. Ose, falë, isha të po filmin e Skënderbeut. Padrinën, falë, 6 orë. Qa kone gjatë. Mario. Si ka mundësi. Hapja është kretë, Mario. Kretë misionion. Hapja. Kush del ku. Prajmin tjetër po bëjmë hapjen, pa e hallim, mandej kur dalin prajm diçka në vend live-it, po presim atë pjesën të hapja, hallim prapë. Po i të jam pjesë. Pa, mori. Alde një ashtu. Si se thamë në hapje, prapë, mendve do të thamë hapje. Se doli Aldo, E si do këthet Aldo, ke po me qeshte, kur do këthet Aldo. Me i kusht. Atëherë do pranoni që unë do ndroj kretë kasetën. Komplet. Ju qështë, mirë ju që jeni të putë. Mirë ju. Mos toni që si ju paralajmërova. Kaq di me thonë. Kaq e mbylli. Keq di me thonë. Po, hini doli. Isha një me dyshe mos, është dhe danja si, për me dalë, pa e kanë lutë për gjysë finale. Kur të shkjeli. Marto. Jasko dollës, ishtë kur të shkjeli. Të shkushë si parë. Pra, për Marin është Rozi, për mua është Gerta, për lojën që kanë bëmë, për kush ka fitu ma shumë shpime, normal Erzana, për kush ka fitu ma shumë shpime. Si të duk kjo deklarata e Aldës për shkakun që për mu, domethënë me fiton Gjesi, po për mu ose Danja ose Gerta. Pa, shefi për atë Danjën që ka pas se ka dash me e zjerë dikut, ka dash me e fut në gracë. Atë, se thashun që ka shpresin djenja. Pa, kjo ishte kaseta ndrume, pra, Pa, i çfarë luhet për jënë? Ashtë i kurrojën. Se kuptojmë, kërkush se kuptojmë, as veta i se kuptojnë të që kanë të bo. Po, a shefjan kush është hipokrizia, jesë që del blof? Se me kanë, Aldo e kishte kanë shpia të në qofë se a i studion gjonat, i përpunën mirë, i gjen, i godet, edhe i shprej si që duhet. Pra i çdo gjë ka bë gabim, prandaj nuk e fiton. Pra ne nuk dim si ka ardhur deri këtu, po them si përfundim nuk është se po mirë, me arsyeton. I pret me qetësi gjanat nuk nxehet, nuk është banal. Qytetarinë ka në rregull ai po. Atë duhet me thonë, nuk bëhet pjesë e llumit. Pasi që kena thonë nuk mjafton. Lojtarë si Alda është një njeri normal. Dhe inshallah rregullon gjanat jashtë edhe më mirë. Inshallah i ka po na pyesin, o djema a flitni ndonjëherë, nuk e kishte shkruajt a flitni, po e kishte shkruajt a folni. Ndonjëherë seriozisht. Unë du me juru Aldos, me juru inshallah, më bënë sa më shumë filma, ti shërbeni kjo dalja që ka, kjo dalja spektakolare. Ti shërben për Manelt. Me ba filmin në veri të shko me gjiru në film. Ne presim prej sa e loj me na ba gjanat bukra. Pra, e kena thonë edhe njëherë, në bazë sondazhit ka dalë fuqishëm sondazhit tonë në kanalin, ka dalë fuqishëm Erzana finaliste e parë. Por, që të dy ne, edhe pse argumentojmë në mënyrë të kundërt, bim dakord të një gjë, që mundet me nollë edhe e kundërta, për arsye loje. Pra, për me nxit një lojë të ashpër të shtin fund. Pra, ma kurajoze duket Gerta valla. Si ma kurajoze, ma sy pa tremun. Se që ka Erzana, e ka i lepër në barë kështu, po. Po. E vetë një gjë që më bezdis mu të ti është që je boti me argumentu si Neda. Është të mërshme.
Nuk mundem, domethënë nuk e duroj dot shokun tem. Qofse tam si Neda, unë duhet me lefdru Nedën, po unë nga fillimi deri në fundin Nedën nuk e kam lefdruar asnjëherë, as kam thënë. Po kjo nuk të bën ty ndryshe nga Neda, domethënë ti nuk e ke lavdru, por ama kur shprehesh njësoj. Po jo, mas jam vetëm unë edhe Neda që i kanë një mendim se ke edhe po dovan për ton banor që i kanë dalë 35 vjet, që i kanë dalë 26 Mario, që i kanë pyet kush e fiton. Shumica kanë kanë Gerta, Gjesti, edhe Rozana. Po, ton ato kanë dalë. Po me kanë një Gerta ashtu si ishte përmendur hiç për burr. Si ishte përmendur hiç. Qose ti se fut në treshet finales, qose se fut treshet finales ti në treshet finales skematikisht nuk e fus. Skematikisht nuk e fus në treshet. Për mundësi që ka, ajo është ma kurajoze aty. Për mundësi që ka. Imagjinat kishte edhe mi shpatlla disa për mënyrën se si ka lujt në Big Brother, vjet për shembull, në treshe, para Egles, unë fuqa Meritonin. Ma par fus Meritonin, se sa Eglen. Për mënyrën se si ka lujt, për si e meriton për mendimin tem. Por ama aty Meritoni fluturoi heret kret. A e mon mend? Kujtohet, po në rregull. Dhe ndyshe unë fuqa me Julin, fuqa Romeon. Po jo Eglen, ama ndryshe doli kret situata. Dhe unë atë mendoj. Më falë që qeshi me drejtorin. Filloj, duke marrë. Pra presim kush për na del finalistja e parë, domethënë presim sot shpallët e Rozana finaliste e parë, domethënë. Presim me Jack Softy. Edhe kthena përsëri. Deri në votën e fundit, si ka thonë. Si tha ti për çfarë po vjen finalja e Eurosong. Pra zjerm. Zjerm.